Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Rënja drastike në peshë e aktores së njohur turke zbulon sekretin. Cemre Bayasel është një ndër aktoret më të njohura në Turqi dhe jo vetëm. Ajo fitoi popularitet mjaft të madh edhe në Shqipëri me rolin e portretizuar nga ajo të personazhit të Leilës. Mirëpo një ndryshim i fundit ka ndodhur në fizikun e saj. Në fotot e postuara së fundmi në Instagram, aktoria duket shumë herë më e dobët se sa personazhi që ajo ka luajtur para 2 vitesh tek Leila. Një rënje shumë e konsiderueshme në peshë, të cilën edhe vetë ajo e ka pranuar se ka humbur 12 kile. Mirëpo cili është sekreti që fshihet pas një humbje kaq të madhe në peshë? Vetë aktoria ka treguar se ka mbajtur një regjim ushqimor specifik që konsiston në të ngrënit vetëm një vakt ushqimor gjatë ditës. Ajo shpjegon që vaktin e saj e hante dhe e konsumonte në orën 5 mbasdite, duke e mbyllur vetëm me atë vakt gjatë gjithë ditës. Për pjesën e palestrës, aktoria shpjegoi që nuk merret me aktivitet fizik.